Horoskopi ditor e shtunë, 31 janar 2026. Dashi. Sot është një ditë për të përqendruar në rritjen dhe zhvillimin personal. Hëna në tabelën tuaj po krijon një shtrirje unike, duke ju nxitur të merrni pak kohë për vetanalizë dhe reflektim. Kjo mund të manifestohet si një dëshirë për të mësuar diçka të re, ose për të rishikuar hobi që nxisin pasionin tuaj. Kreativiteti juaj është në kulmin e tij. Prandaj përqafojeni këtë energji duke e kanalizuar atë në punën ose projektet tuaja krijuese. Profesionalisht mund të hasni një pengesë të vogël, por ta shihni atë si një mundësi mësimi do të jetë e dobishme. Durimi do të jetë qelësi sot, veçanërisht në ndërveprimet me kolegët dhe familjen. Në marrëdhëniet personale, komunikimi është thelbësor. Prandaj kushtojini vëmendje nevojave dhe emocioneve të dashurve tuaj. Vendosmëria juaj natyrale është një aset, por sigurohuni që ta kombinoni atë me empatinë. Fizikisht është një ditë e mirë për të filluar një regjim të ri fitnesi ose rutine shëndetësore. Në përgjithësi, ruajtja e ekuilibrit midis punës, lojës dhe pushimit do të jetë thelbësore për mirëqenien tuaj sot. Demi. Energjitë kozmike të sotme po rreshtohen për të përqendruar në marrëdhëniet tuaja personale. Prania e Venusit dhe Marsit që ndikon në shenjën tuaj do të thotë se është një kohë e mrekullueshme për dashuri dhe lidhje. Qoftë beqar apo të lidhur, ka mundësi për të thelluar lidhjet me ata që ju interesojnë. Financiarisht mund të gjeni fitime të papritura ose një ofertë që përmirëson situatën tuaj financiare. Megjithatë, është thelbësore të qëndroni të kujdesshëm me blerjet ose investimet ekstravagante. Profesionalisht, bashkëpunimi dhe puna në grup janë të theksuara. Përfshirja e të tjerëve në projektet tuaja mund të sjellë sukses dhe përmbushje më të madhe. Jini të hapur ndaj reagimeve dhe lejoni që mençuria kolektive e ekipit të udhëheqë rezultatet. Në frontin e shtëpisë mund të dalin në pa çështje që kërkojnë zgjidhje praktike. Afrohuni atyre me durim dhe vendosmëri. Sa i përket shëndetit, të kënaqeni me një dietë e ekuilibruar dhe aktivitet të lehtë fizik do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të energjisë. Mos harroni, mbështetja në sigurinë e të dashurve dhe mjedisit të njohur mund të ofrojë rehati dhe stabilitet sot. Binjakët. Ndërsa Merkuri ndikon në tabelën tuaj sot, komunikimi merr vendin qendror, duke hapur dyert për depërtim dhe mirëkuptim. Mendimi i shpejtë dhe përshtatshmëria do t'ju shërbejnë mirë ndërsa lundroni në ngjarjet e ditës. Nëse jeni në mes të negociatave ose diskutimeve, mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni. Kjo do të sigurojë rezultatet e ekuilibruara. Profesionalisht, kjo mund të jetë një ditë zbulesash që ju nxisin të rishërtoni strategjitë tuaja. Qëndroni të hapur ndaj ideve të reja dhe jini gati të ndryshoni mendje nëse është e nevojshme. Kurreshtja juaj natyrore mund t'ju çojë në zbulimin e informacionit të vlefshëm. Prandaj jini të zellshëm në praktikat tuaja të kërkimit. Në çështjet e zemrës, mbajtja e linjave të komunikimit të hapura do të forcojë lidhjet ekzistuese. Fleksibiliteti dhe mirëkuptimi do të përmirësojnë ndërveprimet romantike. Nga ana shëndetësore, qartësia mendore mund të përmirësohet me praktikat e vetëdijes ose meditimin. Bëni pushime për të pastruar mendjen tuaj dhe për të nxitur paqen e brendshme, duke krijuar një atmosferë të qetë që ju fuqizon të përballoni sfidat e ditës me besim. Gaforria. Sot natyra juaj intuitive merr përparësi, ndërsa hëna rrit vetëdijen tuaj emocionale. Do ta gjeni veten të tërhequr nga çështjet që janë afër zemrës suaj, duke e bërë atë perfekte për të ushqyer lidhjet me familjen dhe miqt. Ndjenjat mund të jenë intensive, por ato ofrojnë njohuri të thella, duke ju ndihmuar të kuptoni më qartë nevojat dhe dëshirat tuaja. Profesionalisht, shfrytëzimi i kësaj inteligjencë emocionale mund të ndihmojë në lundrimin në ndërveprime komplekse me hir dhe empati. Sigurohuni që të vendosni kufi të qartë, pasi të zgjatja e vetes mund të çojë në lodhje. Financiarisht, rivlerësoni buxhetin tuaj dhe bëni rishikime nëse është e nevojshme për të siguruar stabilitet. Në një nivel personal, kënaquni me praktikat e kujdesit për veten si meditimi ose një banjë e ngrohtë për të qetësuar shpirtin tuaj. Projektet krijuese do të përfitojnë nga imagjinata juaj e shtuar sot. Prandaj lejoni që frymëzimi të marrë drejtimin. Qëndroni të hapur ndaj mënyrës se si universi ju udhëzon, duke pranuar se momentet e vetmisë mund të ofrojnë paqe dhe qartësi rigjallëruese. Qasuni ditës me një ndjenjë dhëmbshurie dhe mirësie. Luani. Shtrirjet astrale të sotme sjellin një energji të gjallë që amplifikon karizmën tuaj natyrore dhe aftësitë udhëheqëse. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të marrë me projekte që kërkojnë ndikimin dhe kreativitetin tuaj strategjik.
Besimi juaj është ngjitës, duke I frymëzuar ata përreth jush të mblidhen pas qëllimeve të përbashkëta. Merrni iniciativën dhe mos u nguroni të shfaqni talentet dhe idetë tuaja. Sidoqoftë, sigurohuni që të mbeteni të vëmendshëm ndaj kontributeve të tjerëve. Pasi bashkëpunimi do të jap rezultatet më të mira. Financiarisht mund të merrni lajme pozitive, siç është një marrëveshje ose investim që po vjen. Natyra juaj e gjallë shkëlqen veçanërisht në takimet romantike, duke quar me shumë gjasa në përvoja të gëzueshme të përbashkëta. Ndërveprimet shoqërore gjithashtu theksohen, duke ofruar mundësi për rjetëzim ose thjesht duke shijuar shoqëri të mirë. Perspektivat shëndetësore janë të favorshme, por parafrimi I energjisë suaj me aktivitetet fizike, siç është një stërvitje emocionuese ose seancë vallëzimi, do të jetë I dobishëm. Përqafojeni potencialin e ditës me entuziazëm dhe guxim dhe lëreni dritën tuaj të shkëlqej fort që të gjithë ta shohin. Virgjëresha. Rrymat kozmike të sotme ju inkurajojnë të vlerësoni dhe organizoni aspektet e jetës suaj, duke quar në një fokus në efikasitet dhe përmirësim. Ndikimi I Mërkurit rrit aftësitë tuaja analitike dhe vëmendje ndaj detajeve, duke e bërë atë një kohë ideale për të trajtuar detyra të pasgjidhura ose për të rafinuar projektet e punës. Profesionalisht, qasja juaj metodike do të ketë një ndikim të rëndësishëm, duke fituar respekt nga kolegët dhe prorët njësoj. Megjithatë, shmangni bërjen tepër kritik ndaj vetes ose të tjerëve. Përpiquni për ekuilibër dhe mirëkuptim në vend të kësaj. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetet dhe për të identifikuar mënyra për të kursyer ose investuar me mençuri. Natyra juaj praktike do t'ju shërbejë mirë në këto fusha. Në marrëdhëniet personale, ndarja e ndjenjave tuaja hapur do të forcojë lidhjet dhe do të krijojë harmoni. Jepini përparësi relaksimit dhe shëndetit duke përfshirë ushtrime të buta ose praktika të vetëdijes në rutinën tuaj. Dëgjimi I trupit tuaj dhe nevojave të tij do të parandalojë lodhjen dhe do të ruajë nivelet e energjisë. Përqafojeni këtë ditë si një mundësi për rritje, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Peshorja. Me ndikimin e Venusit, sot kërkon një qasje harmonike si për çështjet personale, ashtu edhe për ato profesionale. Mund ta gjeni veten duke dëshiruar ekuilibër dhe paqe. Prandaj synoni të krijoni një mjedis të qetë që inkurajon rrjedhën pozitive të energjisë. Në marrëdhënie, qofshin romantike apo platonike, përqendrohuni në drejtësi dhe mirëkuptim të ndërsjell për të forcuar lidhjet. Diskutimet për të ardhmen mund të çojnë në rezultate qetësuese. Prandaj mos u shmangni nga ato biseda të rëndësishme. Profesionalisht, bashkëpunimi dhe kompromisi do të jenë thelbësore, duke ju lejuar juve dhe kolegëve tuaj të arrini zgjidhje optimale. Është një periudhë e favorshme për të rimenduar strategjitë ose për të zhvilluar zgjidhje krijuese që I sjellin dobi ekipit. Financiarisht, mbani një sy në shpenzimet tuaja, pasi buxhetimi I kujdesshëm do të ndihmojë në shmangjen e stresit të panevojshëm. Shëndeti juaj përfiton gjithashtu nga një qasje e ekuilibruar. Prandaj angazhohuni në aktivitete si yoga ose shëtitje kontemplative që nxisin ekuilibrin mendor dhe fizik. Përqafoni energjitë e sotme, duke besuar se diplomacia dhe mirësia do t'ju udhëheqin me sukses përmes saj. Akrepi. Rreshtimet planetare të sotme sjellin një val pasioni dhe intensiteti në fusha të ndryshme të jetës suaj. Lidhshmëria emocionale do të jetë e fortë, duke ju nxitur të zhyteni më thellë në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të adresuar çdo çështje të mbetur, pasi depërtimi dhe intuita juaj janë rritur, duke ju lejuar të lundroni në kompleksitete me saktësi. Profesionalisht mund të gjeni mundësi për të udhëhequr ose bashkëpunuar në projekte transformuese që përputhen me ambicjet tuaja. Besojini instinkteve tuaja dhe mos hezitoni të ndërmerrni veprime vendimtare kur është e nevojshme. Financiarisht kërkoni investime që mund të sjellin rritje në të ardhmen, por qëndroni të kujdesshëm dhe të informuar mirë. Personalisht, marrëdhëniet do të përfitojnë nga komunikimi I hapur dhe qëllimet e përbashkëta. Sa I përket shëndetit, kanalizoni intensitetin tuaj në ndjekje fizike si sportet ose aktivitete që stimulojnë trupin dhe mendjen tuaj. Shmangni lodhjen duke siguruar që të keni momente pushimi dhe reflektimi. Përqafoni potencialin e ditës për transformim, duke përdorur qëndrueshmërinë dhe fuqinë tuaj të brendshme për të hapur shtigje të reja përpara. Shigjetari. Energjia e gjerë e Jupiterit inkurajon eksplorimin dhe rritjen sot, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të ndjekur njohuri të reja ose për të zgjeruar horizontet tuaja. Qoftë përmes udhëtimit, studimit apo bisedës, ju tërhiqeni nga përvoja që sfidojnë perspektivën tuaj dhe ushqejnë kuriozitetin tuaj të lindur.
Profesionalisht, mundësitë për përparim ose inovacion mund të shfaqen papritur. Jini të hapur ndaj ndryshimit dhe besoni instinktit tuaj për t'ju udhëhequr në drejtimin e duhur. Financiarisht, fati mund të jetë në anën tuaj, por menaxhimi i kujdesshëm i burimeve është thelbësor për të maksimizuar përfitimet. Në marrëdhënie, entuziazmi dhe optimizmi juaj janë ngjitës, duke sjellë gëzim dhe vitalitet në ndërveprime. Mbani linjat e komunikimit të hapura për të nxitur mirëkuptimin dhe lumturinë e përbashkët. Sa i përket shëndetit, përfshirja e aktiviteteve të ndryshme që angazhojnë si trupin ashtu edhe mendjen do të jetë e dobishme. Prandaj merrni në konsiderat të provoni diçka të re ose të dilni nga zona juaj e rehatisë. Përqafojeni këtë ditë me një zemër të hapur dhe një shpirt aventuresk, duke e ditur se çdo hap që ndërmerrni është pjesë e udhëtimit tuaj më të madh. Britsjapi. Ndikimet qiellore të sotme i japin rëndësi ambicies dhe praktikës. Fokusi juaj do të jetë në qëllimet afatgjata dhe strukturat që ju nevojiten për t'i arritur ato. Kjo është një kohë ideale për të vlerësuar progresin tuaj dhe për të bërë rregullime strategjike aty ku është e nevojshme. Profesionalisht, qasja juaj e disiplinuar do të shkëlqejë, duke e bërë atë një ditë të favorshme për planifikimin dhe ekzekutimin e projekteve të rëndësishme. Mos harroni të ruani fleksibilitetin dhe të jeni të hapur ndaj ideve inovative nga kolegët. Perspektivat financiare duken të qëndrueshme, por menaxhimi i kujdesshëm do të sigurojë rritje dhe siguri të qëndrueshme. Në marrëdhëniet personale, gjetja e një ekuilibri midis ambicies dhe lidhjes emocionale është jetike. Prandaj gjeni kohë për të dashurit tuaj mes agjendës suaj të ngjeshur. Sa i përket shëndetit, të qëndroni me këmbë në tokë është e rëndësishme. Praktika si meditimi ose ushtrimet e thjeshta të frymëmarrjes mund të rrisin qartësinë tuaj mendore dhe të zvogëlojnë stresin. Kultivoni një ndjenjë qetësie dhe përqendrimi duke organizuar mjedisin tuaj dhe duke i dhënë përparësi detyrave. Përqafojeni energjinë e ditës si një trampolin për të arritur objektivat tuaja më të gjera të jetës. Ujori. Pozicionet planetare të sotme ju inkurajojnë të përqafoni inovacionin dhe individualizmin. Lejoni që kreativiteti juaj të lulëzojë ndërsa eksploroni ide të pazakonta dhe zgjidhje të reja. Kjo është një kohë e përshtatshme për të shkëmbyer ide ose për të angazhuar në projekte që kërkojnë origjinalitet dhe mendim përpara. Profesionalisht, perspektiva juaj unike mund të përfitojnë ndjeshëm përpjekjet në grup, dhe aftësia juaj për të menduar jashtë kornizave do të vlerësohet. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e qasjeve tuaja, pasi strategji të ndryshme mund të sjellin përfitime të papritura. Shoqërisht, do të lulëzoni në mjedise ku festohen perspektiva të ndryshme, duke e bërë atë një ditë të mrekullueshme për rrjedhim ose përfshirje në komunitet. Në marrëdhëniet personale, mendjehapuria dhe dëmshuria juaj do të forcojnë lidhjet, duke krijuar gëzim dhe mirëkuptim të përbashkët. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në aktivitete që rrisin shkathësinë mendore, si dhe mirëqenien fizike. Kjo mund të përfshijë rutina të reja fitnesi ose hobi krijuese. Përqafoni atmosferën e ditës duke hyrë me guxim në territore të reja dhe duke festuar spektrin e plot të asaj që jeni dhe asaj që ofroni. Peshqit. Ndërsa Neptuni ndikon në tabelën tuaj sot, natyra juaj intuitive dhe ndërrimtare është rritur, duke krijuar mundësi për njohuri dhe kreativitet të thellë. Ka të ngjarë të gjeni veten të tërhequr nga ndjekjet artistike ose shpirtërore që ushqejnë shpirtin tuaj dhe sjellin frymëzim të ri. Profesionalisht, qasja juaj empatike është një aset i fuqishëm, duke ju lejuar të lundroni në situata komplekse me ndjeshmëri dhe hir. Bashkëpunimet që kërkojnë kuptim të thellë dhe mendim inovativ do të përfitojnë nga kontributi juaj. Në frontin financiar, mbajtja e një pasqyre të qartë të situatës suaj do të shmangë konfuzionin dhe do të sigurojë përparim të qëndrueshëm. Marrëdhëniet personale do të lulëzojnë nën kujdesin tuaj të dhëmshur. Prandaj sigurohuni që të komunikoni hapur për nevojat tuaja dhe të mbështesni ato të tjerëve. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ushqyerjen e mirëqenies suaj emocionale përmes meditimit ose shënimit në ditar, duke lejuar që mendimet tuaja të rrjedhin lirshëm. Përqafoni mundësitë për të tërhequr dhe reflektuar, duke e ditur se është një ditë për të lejuar zemrën tuaj t'ju udhëheqë drejt veprimeve të buta dhe të menduara që rezonojnë me vlerat tuaja më të thella. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.